Nuk më besohet që kjo është java e fundit e Big Brother Radio. Nuk I kisha menduar kur që në 23 dhjetor, pasi nisin në 21 Bigu të shtunën, në 23 do të niste Big Brother Radio dhe do të vinte ky momenti që unë thoja kjo është java e fundit. Dhe në javën e fundit kam lënë një nga njerëzit e zemrës që është Jonida Liçkolli. Më duket sikur kam fjetur me ty Elona. Kemi qenë dje të dyja 24 orë. Edhe jemi këtu për të folur për Big Brother Radio, për finalistët që patëm kënaqësinë dhe nderin do thoja unë të intervistonim se është bërë traditë është bërë traditë. Gjithashtu zonja dhe zotrin, ky është Gjibani. Mirë se ju gjeta. Me një super look Gjibo sot. Ore si është puna me ty tani? Ti ke vendosur që do vish gjithmonë kështu I krekosur, I kollarosur. Po moj, do kujdeset për pamjen, për lukun. Ja pra se e thash, se më thale Dioni ke ndryshu lukun, po I thash e meriton pjesëmarrja në Big Brother, kështu një ndryshim prezence. Bravo. Shumë bukur. Domethënë për respektin e programit edhe gjithë. Po absolutisht, besoj se gjitha këto pjesëmarrja, domethënë pastaj intervistat, është nder I madh, nuk është gjë e vogël, është gjë shumë që erdhe Gjiban se e di që ke edhe ato sikletet e post operimit që pate edhe a je mirë me shëndet? Jam mirë me shëndet, me humor si e? Me humor jam keq gjithmonë. Se? Nuk e, se kam humorin nice asnjëherë. Me vërtet ke? Ne gjithmonë kështu duket. Jo, me ty kam kalu bukur për herë, po është varet se me kë jam, po në përgjithësi nga default, nga fabrika jam me humor të keq. Pastaj rrugës se rikuperon. Varet kë ke Kemi përballë. për të folur për shumë çka sot, se siç e thash në kryeterës me Jonidën dje, kemi patur një eksperiencë të bukur me finalistët e Big Brother Radio, diskutojmë, për shembull, do diskutojmë që Gjesti tha një nga njerëzit më interesant të këtij Big Brother ka qenë Gjibani. Gjiba. Nuk kam çfarë them, jam pa fjalë, më bëhet qefi që ka thënë diçka të tillë, po se du të them se është shpirt njeriu, është shtyll, po kam frikë se më na dalin këto komentues dhe thonë, shi thoke yll ti çaj e ti. Po, njerëzit kanë punën e vet, kanë shijet e veta, kanë gjykimet e veta, kanë telefonat e vet për gjykuar, ti ke mendimin tënd. Është bish, kemi kaluar shumë bukur, kemi pas momente konflikti, debati, po kemi pas momente shumë bukura bashkë. Kush e ka ndjek me vëmendje, kush e ka pa 24/7 dhe jo vetëm nga ca video në TikTok apo në YouTube me radhë, do ta ketë kuptuar që kemi pasur momente me Gjessin që kanë qenë njerëzore përtej konfliktit të debatit. Jo që pse erdhi Gjesti deri në finale? Sigurisht që do vinte Gjesti deri në finale, sepse që në ditët e para I trazoi ujërat, themi realitetin dhe Gjibani është dëshmitar dhe vërteton më së miri. Me Gjibanin e patit parën, I trazoi pari ujërat edhe gjërat. Te banjo, kur erdhi aty dhe pyeti Xumin, I tha, "A këtu a WC-ja?" Po I tha Xumi. I tha, "A këtu sa bëm u fut dy veta, tha dalin në minim kokën kokën." Ngrita direkt çaj, thash do ti në minim kokën kokën. Kishe menduar në atë moment që ky, domethënë, se unë mbaj mend që kur ka hyrë Gjesti, këta flisnin që mund të jetë I infiltruar, mund të jetë një provokim për ne, për nervat tona. Prandaj pyetja është, e besuat që Gjesti është në finale, çfarë mund të themi? Të lutem, me gjithë respektin që të kam për kaq vite miqësi, asnjëherë mos thuaj më këta, se nuk kam asnjë lidhje me ata të tjerë. Asnjëherë nuk kam pas njëtin mendim me ato që kanë pas ata. Këta, ata thonin me vërtet, mos më përkeq, ëh. Jo, po nuk është për keq, megjithatë konotacioni që ti ke të drejtë vesh çka konversacioni duash, po këta nuk është keq, apo këto, apo ai. Mos më përtesh, po them futja në kategori me ata, sepse asnjëherë nuk kam qenë kategori me ata, kam pas gjithmonë mendimin tim. Ata kanë menduar me vërtet që Gjesti ka ardhur për pak. Unë nuk e kam menduar për asnjë sekond, për asnjë minutë që Gjesti ka ardhur për pak. Mënyra se si Gjesti sillej, Gjesti kërkonte fitoren dhe kërkonte vëmendje qysh momentin e parë që ka ardhur. Kështu që në këtë dimension e thash mos ma merr për keq. E kuptova, po pse I bëri kaq për vete njerëzit? Mirë. Çil njerëzit që jashtë apo brenda, publiku ka një fan base goxha. Po, absolutisht, I ka bërë për vete edhe për hir të sjelljes që ka, se është ngacmues, edhe se është lozonjar, po I ka bërë për vete edhe me faktin që ai po vinte gjatë nga një format nga diku tjetër, po vinte nga Big Brother Kosova dhe sigurisht që I kishte krijuar një fan base. Nuk ishte pa gjë. Pastaj mos harrojmë që shumë shqiptar të Kosovës e kanë përkrah për çështje patriotizmi, sepse e kanë pa Gjessin si dikën që I përfaqëson në Shqipëri. Dhe ndaj e kanë përkrah shumë. Një tjetër personazh Gjiban, me që të kemi në studio, I cili tha po ashtu, do çuditesh ndoshta që Gjibani është shumë I mirë dhe kur dal jashtë mund të kemi një marrëdhënie, do të takoj dhe do pi kafe, është Laerti. Dhe ke 30 sekonda kohë për të përgjigjur. Dhe për të gjithë dinamikat që ju keni pasur me njëri tjetrin, ai e tha këtë. Dhe përgjigjja ime është kjo, nuk më besohet. Nuk më besohet. Ja ka vut kot. Ashtu siç po flasim përse Gjesti është në finale, sigurisht do të flasim përse Rozana është aty, përse
Laerti është aty, përse Egli është aty, përse këta 4 finalistët të gjitha ngjyrave bën këtë rrugtim dhe janë në finalen e madhe të 19 prillit. Do të shkëputemi për pak sekonda publicitet, do të kthehemi gjithashtu dhe kemi gazetarin tonë në Kosovë Shëndrit Lumi, po tashmë i kthyer në gazetar është dhe Bernardi, se e kemi korrespondent nga Londra. Bernardi. Përshëndetje. Publicitet. Jemi këtu, Tirana, shkojmë në Prishtinë se na na pjek muhabeti. Na pret Shëndrit Lumi. Një nga bashkëudhëtarët e mi në Big Brother Radio dhe ne jemi në javën e fundit. Apo të besohet që edhe pak? Ja, Si qërë, se ose. Sot e kemi dasëm, si po pritet në Kosovë? Interesante, realisht, akta shumë çudi pse po organizohet javën e fundit, por që dinamika që ashtu kanë qenë e kërkoj dhëndri. Po pra. Do me ardhë dhëndër në Tiranë, nuk s'mund ta ndalojmë dot. Hajtë më dhe shqyqër, veç letra haton. A e ka me vërtet, apo si mendon ti se ti është një dreq ky kaca? Në fakt, unë përqitoa dhe i thash ato si pikpyetje për vetën, thash pse po bëhet kjo dasëm kur këta konkretisht nuk kanë një qartësi në lidhjen e tyre. Her po, her jo, mas një javë, ndoshta po të vazhdon të Bigu edhe për një muj këta prap ishin ndaj Egli prap ishin ndaj jashtë. Dje gjesti mua më tha e kam gjithçka tha. Po. Edhe mua Egli tha që do të vetëm se gjesti në ndryshim nga Egli tha nuk e lej punën loç këta me ardhën në Tiranë. Jo, as Egli nuk tha që e lej, tha do i hypi makinës, do ikim në Prishtinë, kështu që i thash po si do ja bësh? Jo, punën se lej unë tha. Po dhe kjo është shiko, unë prap uroj që gjithçka me shku në sipas dëshirës të dyve. Unë i shoh shumë të investuar Eglin më shumë se sa Gjestin gjithmonë, por nuk e di, thjesht duke bë ashtu siç e kanë lënë ata të dy, ashtu do bëjmë edhe ne. Duke bë. Si po pritet finalja në Prishtinë, në Kosovë, Shëndrit? Më thuaj si janë pritshmëritë, nuk e di njerëzit, a do mbyllen këtë fundjavë në shtëpi dhe nuk kanë plane për Brezovica apo ku diun çfarë? Në fakt, ka plane që shumë prej kosovarëve të vinë në Shqipëri të shtunën. Çfarë thua? Po, janë disa organizime, le të themi, në mbështetje të Gjestit, kështu që do të shohim se çfarë do të organizohet konkretisht dhe kush do të shkoj që ta shoh finalen dhe jo vetëm, por edhe në sheshet e Tiranës të bëj një gëzuar ose le themi fest, por më së shumti është diskutuar situata e fundit, kjo që ndodhi dhe ende po vazhdon që të merr atje honën e diskutimit derisa të bëhen 3 ditë, sepse në Shqipëri e Kosovë çudira dhe 3 ditë zgjasin. Po e kemi komentuar edhe thënë edhe unë nuk dua ta prish këtë atmosferën e javës së fundit edhe pak paradasme tani, sigurisht një gjë si dënueshëm, i tmerrshëm, skandaloze të gjitha edhe keqardhja është e madhe. Megjithatë Gjestin që e takova dje nga afër ishte mirë dhe ishte në humor. Më lejo ta them edhe një gjë, sepse mua shumë po më pengojnë këto përçarjet kombëtare, drama, shteti, Kosova, Shqipëria. E drejtë. Ke shumë të drejtë. Sikur kur më parë nuk janë rre mes vete artistat ton në mes vete. Mu po më pengon shumë që një Josefin Marku po e portretizon një Shqipëri të tërë, edhe pastaj një Gjest, një Kosovë të tërë, nuk është kjo. Secili prej tyre janë individ. Edhe secili përfaqëson vetëm veten e tyre. Ndaj të njëjtin mendim me ty. Ke një përshëndetje për Xhibanin? Hey Xhibani. Si ka kalove, përshëndetje po. Është super gazetar Xhibana. Ka qenë me mua javë për javë duke komentuar. Atja bëj një pyetje? Bëja. Faleminderit. Thanks. A mendon se kjo përçarja, mendon se ka baza rrënjë të forta në Shqipëri dhe në Kosovë? Duke pa komentet e njerëzve, beson se është gjë sipërfaqësore apo beson se ekzistojnë me dhjetra mijëra ndjekës ose përdorues në rrjetet sociale të cilët ndajnë këtë mendimin që shqiptarët e Shqipërisë thonë që po sulmojnë njëri tjetrin edhe shqiptarët e Kosovës që thonë që shqiptarët e Shqipërisë na kanë inat. A mendon se është gjë krejt sipërfaqësore apo? Unë mendoj që kjo nuk ekziston fare, edhe nuk dua ta aludoj që mundet me pas gjana të tilla mes dy shteteve. Po themi 2 shtete, por jemi një në fund. Mos të harrojmë, në çdo hapësirë, në çdo vend ka me dalë një i keq.
Kështu që në përbot, në çdo familje një antar mundet me qenë i keq, tjetër me qenë shumë paqësor. E jo më në shtete, kur flasim, kur kemi një gjak edhe një gjuhë të përbashkët. Është e the shumë bukur, është çështje individuale, nuk është me familjet tona kemi probleme, ka njerëzit probleme me familje nuk merren vesh, po mos flasim tash që është Shqipëria kështu, Kosova kështu, dyqysh më duket shumë e rëndë veç me anis diskutimit. Kjo është lidhja jonë e fundit direkte. Unë do doja shumë që ti t'ishe në studio, se ti ma premtove që do të vinë në Tiranë. Mund të vi për finale, të shtunën. Ja, dhe kur s'kumohet për tash. Nëse këtë fundjavje në Tiranë të ftojmë në finale, unë e Jonida do të jemi në një transmetim maraton për finalen e Big Brother, dhe bëu dhe ti grupi i djemve gocave të Kosovës që po vinë në Tiranë për të. Bravo, sa të doja t'i thoj edhe unë. Kur sa që do vinë shqiptarët Kosovës këte. Kështu që merr edhe ti iniciativën, hajde. Hajde. Po pse jo, do e mendoj edhe pse e kemi menduar me shoqërinë. Por këto situatat e punës këtu. Shndrit, kush e fiton Big Brother VIP 4? Sot e bile në pauzë diskutuam me kolegët e me. Unë mendoj që do ta fitoj Gjesti. Para se më ndodh ky rasti me Jozin, kam qenë një 50-50 me Rozanën. Por kjo shuplak e Jozit ka shkaktu të njerëzit të cilët ndoshta nuk kanë votuar kur për në jetët e tyre për Big Brother. Unë mendoj që kjo ndikon te ta që për inat I kam ja çu votën Gjestit vetëm pse hangër çat shuplak. Domethënë thjesht aludim, mendoj që ka më ndikuar në televotim. Edhe mendoj që e bën fitues për shkak të këtij ndikimi të fundit. Dakor. Të falenderoj shumë dhe të përqafoj. Se si më duket që them hera e fundit që lidhemi bashkë direkt. S'ke 4 muaj këtu jam për javë. Natën e mirë gjithë mirat, faleminderit, shëndet. Po do shkojmë pastaj nga Tirana në Prishtinë, nga Prishtina në Londër. Se çka që një këngë kështu Xhibo. I kam edhe unë ca këngë kështu Tirana, Prishtinë, Londër, s'po më kujtohet tani. Kam shumë vale. S'po më vjen tani. Se nuk bën një remake të atyre që ke pasur, se mund të jenë kontemporane tani. Duhet shumë investim edhe nuk e dia, edhe kohë edhe artistikisht edhe nga ana financiare, edhe gjithmonë artisti beson se kënga më e bukur e tij është ajo që s'ka nxjerr akoma. Gjen një Angela dhe rikthen edhe një hit tjetër. Ishte gjë shumë e bukur. Ishte super. Shumë drejtë. E kemi Bernardin. E kemi Bernardin, si mos e kemi ne Bernardin. Bernardin që pas nesër vjen në Tiranë, por që thash të flasim edhe sot se do të vinë pastaj do merreni me finalen. A ku diun ç'pun keni juve, po tani do lidhemi me Bernardin për të mësuar shkurt, shpejt, thjesht, pastër, kush e fiton këtë Big Brother sipas Bernardit. Bernie! Where are you? A jeni okay? Ja ku jemi. Me orën e Londrës, 7:25. 7:26. Bernard, dukesh që je mirë, në formë dukesh. Përshëndetje Elona, Jonida, Gjiman. Bravo, bravo. Përshëndetje. Ju londinezët keni ato. Your greetings. Kan slangun e vet. Bernard, kush e fiton këtë Big Brother dhe pse? Drejt për drejt. Rozana, sepse? Arsyeja shumë e thjeshtë, ka mishëruar lojën nga fillimi deri në fund në çdo aspekt të saj. Në lidhje me dinamikat, me debatet, me vështirësitë, me të ulurat poshtë, me të ngriturat lart, dhe me të qenurit një nga të vetmet banorë që ka mundur ta ndajë lojtarin nga njerëzilliku. E kuptoj. Jemi në shumë limit kohe, edhe të gjithë të ftuarit I kam kush dhe pse, por ti do vish pas nesër edhe derën e ke të hapur për të qenë në Top Albania dhe për të folur gjëre gjatë. Faleminderit shumë, shikim të këndshëm të dasmës në vazhdim. Exactly. Të puthim. Ka një dasëm sot më Xhiva. Sonte kena dasëm. Çka këngë do ikishe këndu po tisha? Çka këngë do ikishe këndu po tisha? Po ja, pra ishte ajo kënga e Artan Kolës, po martohet malësori, çobanesën mori. Nëse si ti më shuktit. Përse është Laerti në finale? Në finale. Çfarë e bëri rrugtimin e Laertit kaq bukur, interesant, njerëzit e kanë pëlqyer, kanë votuar dhe është deri në finale? Po besoj se Laerti përfaqëson një gjenerat, përtej që përfaqëson një profesion, përfaqëson dhe një gjenerat, dhe besoj se gjenerata kemi Laertin që po bëhet gati për të Laertit besoj se
sikur unë shikoj me veten time që jam më i vjetër se shumë tjerë në fushën e muzikës së rap, edhe janë shumë që janë nostalgjik dhe janë fanatik për të më përkrah vetëm për arsye të gjeneratës që përfaqësoj. Kështu besoj është gjenerata që përfaqëson Laerti, sikur thash edhe profesioni. Nuk e di se sa ka pas sjelljen e duhur, po kush jam unë që të flas, mos kam pas unë sjelljen e duhur, kështu që sa i mirë është që bën një autokritik, bën një pyetje dhe një përgjigje, si ti pse erdha sot. Bën edhe autokritik. Jonida, pse duhet ta fitoj Rozana Radi këtë Big Brother? Po pse më pyet direkt për Rozana? Në Instagram. Po në Instagram e suportoj. Po pse më pyet direkt për Rozana? Se ishim ke Laerti harrova, po. Pse ishte në finale? Jo, realisht pse është në finale? Bashkohem me atë që tha Xhibani, po gjithashtu nuk mendoj që Laerti nuk ka pasur dinamika, ka patur për plasje të forta, ka patur le të themi një vi. Tani le të themi që Sherret i ka pas edhe me ty ngritje zëri, ka pas edhe me Gerferën, edhe me Gertën ka pas përplasje, me Rozanën gjithashtu, me Valbonën, me gishta në vesh, domethënë nuk e di sa herë janë zënë, janë pajtu. Po si ka filluar dinamika, ta si herë Laerti thjesht është ka qenë aty. Po me që themi se dinamikat përcaktojnë fituesin. Ka pas përballje, domethënë ka pas përballje të forta. Kështu që bashkohem me Xhibanin kur thotë që ka edhe një, le të themi një brez njerëzish të cilët e pëlqejnë, le të themi sjelljen e tij, plus janë edhe votues. Pra mund të jenë brezi i Facebookut. Përse erdhi Rozana në finale, Xhibo? Pse erdhi Rozana në finale? Po është janë njerëzit që përfaqëson nga muzika, janë njerëzit që ajo njeh. Rozana njeh shumë njerëz. Rozana është VIP, ajo është gja VIP, nuk është se erdhi në Big Brother për të bërë VIP. Kemi Rozana e cila erdhi fituese nga Kënga Magjike, me një fan base gjatë të krijuar, të konsoliduar. Pastaj sigurisht që ka përfaqësuar një personazh ndrysh aty brenda, ka përfaqësuar një personazh të një motre të madhe, do thoja unë, jo të një halle apo të një teze. Është Rozana që ka tregu dëmshuri, është Rozana që ka tregu njerëzillik, është Rozana që ta ka marrë informacion, ta ka kthy kundërt, po ajo ishte loja. Kështu që Rozana është tregues. Pra i bie që ka qenë edhe stratege. Stratege absolutisht. Mbi të gjitha. Rozana fiton për mua, jo vetëm se unë kam shoqe dhe sigurisht që do them që fiton Rozana, por suportin ja kam dhënë nëpërmjet rrjeteve të mia sociale, me gjithë dashurinë që kam për të si njeri fillimisht dhe pastaj si një shikuese që ndjek një program televiziv. Ju keni sa vite që njiheni? Gati 20 vite që kam shumë 2 dekada. Po? 2 dekada, kështu që unë Rozanën e njoh në shumë situata. Edhe teksa e kam parë gjatë kësaj loje, e kam ditur shumë mirë kur fliste me zemër dhe shumë mirë kur po bënte lojë apo strategji apo kur donte që t'i sillte situatat pas vetes, dhe mendoj që Rozana i ka treguar të gjitha ngjyrat në këtë Big Brother, ka qenë mike, pastaj u bë armike, gjitha ngjyrat që nuk ka flirtuar ndonjëherë. Të gjitha ngjyrat sa i përket një loje. Nuk ka flirtuar ndonjëherë. Do themi pas publicitet, nuk dua t'ju ndërpres, se do t'i jap gjithë secilit kohën e dur, po ja pas ka lënë një ngjyrë, atë grin. Grin dashuria. Okej. Para disa javësh Amis Beauty ka publikuar, ka në duar, në treg produktin më të ri që është kjo shampo, nga review-t edhe nga përdorim personal, ka notat më të mira. Është Amis Beauty, një shampo që zhduk zboksin dhe përmirëson skalpin. Shampo pastruese kundër zboksit, lexon këtu me ekstrate organike, hithre dhe mërsinë, pastron në mënyrë delikate skalpin e kokës dhe flokët duke hequr pra pasërtitë dhe gjurmët e zboksit. Është pas sulfate Amis Beauty që e gjeni në Instagram, gjithashtu edhe në pikat e autorizuara. Nga ana tjetër flas për Max Optica, netin më të madh të dyqaneve në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, por edhe për blerje online në maxoptica.al. Koleksioni Spring Summer sigurisht ka kohë që ka mbërritur, por lajmi i ri është që vijnë me ulje disa prej markave më të njohura botërore në Max Optica, ndërsa skeletet optike vazhdojnë të jenë me minus 50%. Dhe ne e lam te Rozana Radi, përse është në finale dhe përse duhet ta fitoj, tha Jonida Liçkolli. Po dëgjoja kolegun ton, korrespondentin çfarë. Teksa po thoshte që ishim 50-50 edhe ndoshta podi final mundat me zgjedhjet e Rozanës, por sigurisht që unë sot jam këtu për të suportuar Rozin edhe po shpreh dëshirën time se kush dua unë ta fitoj. Ashtu siç bie dakord me të, ashtu edhe nuk bie dakord, sepse nuk më duket e arsyeshme që për një situatë të caktuar dikush
të ngrihet, domethënë duke harruar se çfarë mund të ketë ndodhur, le të themi, pra ti po thua që për një keqardhje popullore nuk duhet të ndikojë vota e dy personë, disa prej personazheve aty që kanë 4 muaj. Pra, duke mos llogaritur lojën, jo vetëm për Rozin, me që po flas për Rozin, po ndoshta edhe kushdo tjetër që të ishte, pra që ti fshihet e gjithë sakrifica që mund të ketë bërë në 4 muaj për një xhest që ndodh 5 ditë apo një javë përpara finales. Xhesti i Jozit, jo për gjestin personazhit. Domethënë janë këto kontradikta ndoshta që publiku deri në finale ose me anë të votës dhe nëse janë fansa që i kanë suportuar nga dita e parë, sigurisht që do ta bëjnë edhe për finalen, por janë disa kontradikta që mendoj që nuk janë dhe aq bindse për të thënë që po sepse. Pra, nëse ti vendos këtë që i ndodhi me gjithë lojën që ka bërë ai dhe gjithë analizën që ka bërë ai dhe pastaj del në konkluzionin që gjesti e meriton të jetë fitues, po nëse thua që çfarëdo lloj gjëje që të ketë ndodhur në atë shtëpi, po unë do votoj gjestin se ndodhi kjo gjëja, nuk më duket e arsyeshme. Unë besoj se realiteti që përshkruan Jonida është një realitet i cili nuk e dia ekziston në Shqipëri e në Kosovë. Është një realitet i mbushur me parime të bukura, unë do doja të ishte ashtu. Po pra, unë po flas si e konceptoj unë. Gjykimi për mua është shumë i drejtë, është ajo që edhe nëse nuk e kanë çuar në përmend, është një anë tjetër që duhet absolutisht që në anën parimore njeriu, një votues duhet ta gjykojë banorin edhe lojtarin për gjithë sjelljen e tij dhe jo vetëm për diçka të caktuar, diçka që ka ndodhur në një moment të lojës. Sigurisht, por duke ditë se si funksionon populli shqiptar edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, duke parë edhe se si votojmë ne, si votojmë partitë politike, si votojmë partitë politike këtu te ne nuk votojnë për shembull për programin e tyre, por votojnë për personazhet, për personalitetet që kanë, për lider. Ose sepse ashtu ta kanë lënë të parë, ose se ashtu ta kanë lënë identiteti, është pjesë e identitetit tënd. Kështu që besoj duke u bazuar te identiteti, duke u bazuar te origjina dhe duke u bazuar te faktet që na dha kolegu juaj nga Kosova, i cili tha se do të ketë organizime grupime njerëzish tifozësh që do vinë për të mbështet gjestin në Shqipëri nga Kosova. Besoj se do ekzistojë një dyndje shumë e madhe dhe votuesish në anën figurative, të cilët do rendin ta përkrajnë gjestin. Nuk e di a do jenë më shumë apo më pak se ata që do përkrajnë Rozanën, që kemi sinqerisht. Pra ti po thua që kjo ka ndikuar, absolutisht është faktor shumë kryesor, absolutisht që njerëzit domethënë shqiptarët e Kosovës priren që të suportojnë dikë që është në rolin e viktimës, le të themi, sepse jo vetëm rolin e viktimës, por në rolin e përfaqësuesit vendit të tyre në Shqipëri. Përveç asaj, po kjo ngjarje e ktheu atë në një personazh sulmuar, kështu që qëndron edhe kjo. Absolutisht po. Përse Egli është në finale? Egli ka kriju dinamika, më fal. Jo, jeni të dy në. Do kemi ty. Egli besoj se ka kriju dinamika qysh nga momenti i parë, është artikuluar. Egli është you hate her or you love her, ose urren ose dashuron, nuk ka në mes. Nuk ka në mes me Eglin. Herën e fundit në këtë studio më ke thënë është gocë e keqe. Nuk, nëse e kam thënë, kam pas drejt që e kam thënë edhe po i ri. Egli është në finale se unë po thoja që ka kriju dinamika, po thoja që ta merr informacionin ta përdor kundër, po thoja që ka bë lojë skutash dhe kur është detyruar të ketë përballje dhe përleshje ball për ball, atëherë i ka bërë, nuk i ka fillu asnjëherë, sepse ka mbajt imazhin e njeriu që jam e kulturuar, jam e sjellshme, jam e artikuluar, nuk zihem, nuk bëj. Por sigurisht që edhe është zënë, edhe ka debatuar, edhe ka kriju konflikt, edhe ka përplas Gertën me jokes. Kështu që është në finale edhe për arsye dinamikës së saj me gjestin, sigurisht që përkrahasit e gjestit i kanë dhënë një vend në finale. Në dyshen Egli Gerta, për cilën mendoj që do kalonte? Jo, nuk mendoja, sepse Gertës pas asaj që i ndodhi në përballjen me Rozanën, sigurisht që i humba shpresa që do mund të kualifikojë në finale. Kështu që nuk e dija se sa e fort do ishte përballë Eglit që të mos gënjej, po sigurisht që mund zbehen shpresa që mund të ekzistonte një mundësi që Gerta të kalonte në finale pas përballjes që kishte me Rozanën. Si ke marrëdhëniet me banorët e divanit kuq? Se i pash dje për darkë duke ngrënë, duke pirë? Shumë mirë. Gertën e kam gjan, është kujdes për mua kur kam qenë i smur atje. Kemi pas ato debatet, konfliktet e tona. Jam prish edhe me Valbonën për arsye se pse jam shok me Gertën.
Se filluan këto. Më ka largu, po ajo Valbona më largoi qysh atëherë, më tha ai njeri tha ç'as më ka bë mua aty brenda. Po nuk e di domethën. Pra supozohet që unë me që Gerta ka pas debate të forta me Rozanën të mos e kisha takuar kur vajta në top, po kjo nuk është normale. Nuk e di, Valbona është shumë gotë se mirë, ne kam gjendë Valbona. Sepse njerëzit i kanë marrëdhëniet personale Xhibo. Është fillimi tani janë të nxehur. Se di, nuk e di, po Valbona tha, unë tha prisja nga njeriu që kam mbështetë dhe që jam sjell mirë, prisja të respektonte atë, domethënë atë gjën që unë domethënë kam pas ato përplasjet e mia me Gertën, ti nuk e respektove, okay, vazhdoj dhe e kam pa që është ftof shumë. Wow. Valbonën e kam nesër në studio do ta pyes. S'është mirë kjo. Tani ishit shumë afër njëri tjetrit. Ta vazhdoj pak edhe logjikën e Xhibanit, por të kthyer tek Egli, në fillimisht ta mbaroj me pjesën e Rozanës sepse pyete pse është në finale dhe pse nuk ishte Gerta, duke lidhur me këtë, dalim edhe një herë. Jo, nuk thash pse nuk ishte Gerta. Pra, me Eglit edhe Gertës. Dhe Xhibo e lidhi me Rozanën. Do tha, i humba shpresat kur u bë përballja me Rozanën dhe dalim prapë tek fjalia pse është Rozana në finale, sepse Rozana ka qenë aktive që në ditët e para të shtëpisë që në prajmin e parë dhe nuk ka ndalur, ishte edhe përballja pastaj me Gertën që e solli në finale. Kështu që nëse bën pastaj një ka dhe një fanbase, të shikoj të paragjikuar, të shikoj që po flet favor Jo, për mua Gerta ka qenë lojtare shumë e fortë. Okej, po besoj se edhe Gerta ka qenë shumë aktive. Unë besoj se Rozana ka një fanbase shumë më të konsoliduar se sa Gerta. Gerta ka qenë aktive, po ti nëse ke parë dinamikat në disa javë, Gerta ka qenë pak ndoshta ka qenë edhe me vedije e lën pak që nuk i kthenin debat ose nuk ka qenë shumë e përfshirë në shtëpi, më kupton? Pra ka pasur disa momente që mund të jetë zbehur loja, por gjithmonë ka qenë aktive dhe gati për sulm. Unë besoj se Rozanën e ndihmon shumë ai fanbase që ka, domethënë ata njerëzit që e duan edhe para të muzikës gjithë këto vite, sepse kanë krijuar një imazh. Kanë krijuar një imazh fanbase, ja, për shembull, ke dy veta në finale që nuk kanë fanbase. Për shembull, Laerci, as rrjete sociale nuk i kishte të ngritura dhe të mirë. Kur themi fanbase, jo domosdoshmërisht sepse Brezi i Laertit nuk janë domosdoshmërisht njerëz të cilët do futen në Instagram, do futen, por besoj që Laerti dhe Brezi i tij dhe ka njerëz, domethënë, akoma dhe Brezi im, nuk kam shumë njerëz që më duan për krahin para se të fushan Big Brother, të cilët jo domosdoshmërisht do mbëjnë follow në Instagram a diku tjetër, por për arsye gjeneratës dhe të votojnë. Po, të votojnë. Ndërsa sa i përket Eglit, duke qenë se po bëjmë këtë pse janë këta 4 finalistë, bashkohem shumë me Xhibon që thotë ka pasur dinamika, ka luajtur në shtëpi, herë ka bërë lojën e saj, po herë është bashkuar me atë të Gjestit, sigurisht që historia me Gjestin i ka dhënë goxha. Ja, ti e pyete dje Jonida, i the ka qenë më e vështirë të merresh me Gjestin, pa lidhje me ulje ngritje apo të merresh me pjesën tjetër të banorëve, me pjesën e situatave në lojë. Dhe kanë qenë të dyja bashk të ngjetin një moment Egli, dhe po vlerësonte në fakt më ka pasur vështirë. Ai isha më e vështirë për të menaxhuar në këtë shtëpi të gjitha situatat që më kanë ndodhur apo këtë marrëdhënie që kishte me ulje ngritje, por në fund konkluzioni është që edhe kjo marrëdhënie me ulje me ngritje ka qenë pjesë e lojës. Do me thënë, e ka bërë që ajo t'jetë në vëmendje, e ka bërë që të jetë në prime, e ka bërë që t'jetë në debate, se shumicën e debateve, edhe me përballjet me ju, edhe me të tjerët, i ka pasur në lidhje me marrëdhënie. Do marr pak sekonda publicitet dhe ky është i fundit dhe do kthehemi dhe do zoti ka filluar ajo dasmër që t'na vi që ku studiora publicitet. Jemi në pyetjet e dasmës, ishte lajmëruar për orën 20:30, po siç ndodh në përdasma, nuk jam mund të ketë probleme vellon. Po më jepni pak audio shtëpis, çfarë po flet Dëndri? More, më duket kështu gjesti vonohemi ne shqiptarët në çdo eveniment. Gjatë ditës, por në këtë moment e shoh se është stres. Ha më Xhibo. Se ju çuna dhe lexoni më mirë njëri tjetrin. Jo, e ka pak kështu. Ha, friçek. S'kemi ku ikim mirë. Të thot? S'kemi ku ikim? Po lart. Do vapi fshehur, nuk fshesh dot më. Du të di se çfarë mendon gjesti tani. Do llavi fshehur një herë. Janë këto të dollapi kuzhinës. Do tiki, nuk do të martohet. Run away bride, në këtë rast run away groom. Okej. Spesoj se do ndodhi. Isha marrit unë për sobës. Të gjetë vëllavi më. Thjesht. Sa bukur po dukesh more gjest. Po duket shumë i bukur. Sa i shko ka kostumi. I shkojnë rrobat gjestit, ka shumë stil. Ka shumë stil. Ka shumë stil. Është kingi. Kingi.
Po presin I lezetshëm është po me si thënë u drejtën, hiku ka gjithë bërë shumë jeta duke situata. prit gocat, mirë gjesti që po pret nusen. Po do e la erci, të dy çunat janë gjithmonë gati, janë vajzat që moment fundit. Zemra kemi shumë flok ne me i bogati. Un jam tim çunash, bëhem gati për herë. Always, bravo. gjithmonë. Bravo. Un gjithmonë e pres bashortin për tik, thua nisë më me tjetër. Po Jonida e lam ke Ti prit edhe mua sot që po mbaroja punë te farmacia, faktikisht, po se isha bogati. Tegli, po thoja që është në finale për arsye të cilat ne i diskutuam, i tha dhe Dinamika dhe Xhibani mëngjes. ka pasur dinamika. Megjithatë kjo katërshe, ndoshta për një pjesë të madhe të publikut mund të ketë qenë edhe surprizë, sepse në shumë dinamika ka qenë Gerta prezente. Mirë, po rikthimi i Eglit krijoi të tjera situata, të tjera përballje, ndryshoi, le të themi, atë rehatin e debateve që ishim mësuar të shihnim Rozana Gerta, pastaj dolëm tek edhe banorë të tjerë të cilët u përfshin dhe kështu ndryshuan Gjipo kush gjërat. fiton? Kush fiton? Kush do doje dhe kush fiton? Kush do doja? Ti do doje që të fitoja unë, por Jo, nuk do komentoj. ama ata shiko, tu të komentoj. Po çfarë komentoj tani? Po unë tani sikur ne po ndajmë pronat. Po jo më flasim për një vërjellë të shoh. Po nuk ju dilet para më pastaj njerëzve, se dilet se një personalisht. Po trim nuk të di kështu çun që fshihesh këtë dollapi. Kush fiton? Po Po mirë do folën doja unë. të fitonte Gjesti, pra, Okej. edhe Okej, fiton por- Rozana. Okej. Ju shoqëru ton Ton, ton. Jonida Ton, në ton. shkollë kush do Ton, ton. doje dhe kush fiton. Unë do doja shumë Rozana dhe fiton Rozana për mua. Po shi sa e qartë është tjetra? Po më është e Edhe ka qartë. do më të vështirë se ty, se është S'ka qenë me ata. gazetare dhe Nuk ka është në qenë, radio. nuk ka qenë me ata. Unë kam Se- qenë me ata aty. se- Unë nuk du të fitoj asnjë, do të Shiko- fitoja vetë, mos i fillim. Po ti, Ej, koka bën, koka që ta pson. Çka ka syri që jo, loton, koka bën, koka pëson. jo se nuk kam simpati për finalistët e tjerë, se me të gjithë. Ja, okay, s'bën. Por unë kështu e logjikoj, e mendoj që nga 21 dhjetori, fituesja e zemrës sime Mos është gënjej që Rozana nga data Radio. 19 që mi mbyll në karantinë. Po, se e shoqërova me dajre. Gjipa për çat ka marr malli më shumë nga ajo shtëpi. Për shtëpinë, o çfarë pyetje më ke bë? Faleminderit për këtë pyetje. Më ka marrë malli shumë për atë shtëpinë aty. Po ne Shumë. ne të mdje gjys dite edhe na mori malli. Se di, më ka marrë malli shumë. Ka për çdo një ka gjë. një energji shumë, nuk e di pse aty thënë, sa aty ka provokime. Shiko Po për si kamerat. shtëpi ka një shtëpi ka një energji të mirë. Më ka marrë malli dhe për kamerat, për pishinën, për lori kafen atje jashtë, për divanat. Ju shijonin kafet atje, ha? Unë Bëj një bisedë ngrohtë aty, te Lori Kafeja. Absolutisht, Deri absolutisht. në orën 2, mas bukur Pastaj- fillon të sherri. Mbas sa mbaronin bukur që merrnin energji, Jo, jo, karbohidrate. unë bëja sherr edhe pa. Periudha më e bukur, pa bukë. periudha më e bukur Gjibo? Koha më e bukur kanë qenë javët e para, deri para se të vinte Danja, kanë qenë koha më e bukur. Unë them që ka qenë edhe shpella. Shpella absolutisht, por në shpellë nuk ishte Danja, prandaj ka qenë Ka prapë një periudhë qenë, shumë e nuk e bukur. di, Ças ka unë pas lidhje ato- me Danjën, ka qenë periudhë e bukur. Për sa kohë kam qenë që kisha lidhje që grindesha me të, e nuk duroja dot ato që më thoshte, s'duronte dot ato që i thoja, ajo ishte max pastaj. Mirë, ne jemi në fund, se tani do vendosim edhe do luajmë këngën e Xhibos. Është kënga që mban vendin e tretë në Top Awards Loti. Në Ëndra fakt- duke u bë realitet. Në fakt Gjibo, je duke përgati një tjetër këngë. Po, absolutisht. Unë dhe Elona patëm shansin e madh të dëgjonin, do të jetë një Faleminderit. Po, si super a themi hit. njeriut. Do të jetë një Faleminderit. super hit, na besoni për këtë. Dhe Gjibo do ta nxjerr shumë shpejt këtë produksion të ri. Do më jepi mundësinë të falenderoj, të bëj disa falënderime? Lutem. Sa çoka thotë je? Jo, nuk është Për çoka, muzikë. çoka. Ç'është çoka? E para punës do të falenderoj gjithë ata njerëz, gjithë ata shqiptar që më kanë uru për syrin, që më kanë uru shërim ashtu pa. shpejt. Është mirënjohje. Ashtu i falenderoj edhe unë që ju rin pranë dhe ju dërgojnë mesazhe të bukura. Absolutisht dhe gjithë atyre njerëzve të cilët u angazhuan për ingjizimin dhe regjistrimin e këngës, e cila ingjizim dhe regjistrim u kryen në Angli. Je në vend tret. I pari është Kelly. Çfarë Po. do bëjmë doja? Parakalojmë këngën me Po. Shi me thënë drejtën, nga momenti që jam në vend tret në Top Awards, jam shumë hapi le mos ta kap Po ti je vendin e në parë. vend të 15 me Jam dhe në vend me të 15 dua e apo me ditëlindja me kryje. Jam me ditëlindjen në vend Ditëlindjen, 15 mos bëj gabim dhe 16 me të dua. Bravo. Kështu që shumë shpejt një tjetër hit nga Gjibo, por ndërkohë duhet të shijojmë atë që sapo ka dalë. Ne tani është në do vend të zbresim, tretë. marrim makinën, unë do çoj xhipën, do çoj dhe Jonida e vap direkt e Për dasëm, direkt për aheng. Natën e mirë edhe në My Music. Natën të Faleminderit shumë që gjithëve ishit me ne. Loti dhe Xhibani në Top Albania Radio.